Prokuroria e Vlorës do të ketë më shumë ambiente në dispozicion. Fal një marrëveshje të arritur me gjykatën e shkallës së parë, organi akuzës ka marrë në përdorim katin e tretë të godinës së gjykatës, i cili më herët shërbente si arkiv. Siç shihet edhe nga pamjet, aktualisht po realizohen punime intensive rikonstruksioni dhe përshtatje të ambienteve, të cilat do të shërbejnë për prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore, si dhe për sekretaret. Punimet përfshin sistemimin e zyrave, përmirësimin e infrastrukturës së brendshme dhe krijimin e kushteve të nevojshme për një funksionim më efikas të institucionit. Këto ambiente të reja ishin të domosdoshme pasi Prokuroria e Vlorës prej kohësh përballej me mungesë hapësirash. Punimet përfshin sistemimin e zyrave, përmirësimin e infrastrukturës së brendshme dhe krijimin e kushteve të nevojshme për një funksionim më efikas të institucionit. Këto ambiente të reja ishin të domosdoshme pasi Prokuroria e Vlorës prej kohësh përballej me mungesë të hapësirave. Aktualisht në disa zyra punojnë njëkohësisht 2 ose 3 prokuror, çka ka vështirësuar ndjeshëm procesin e punës, ruajtjen e konfidencialitetit dhe administrimin e dosjeve hetimore. Me përfundimin e punimeve, secili prokuror do të ketë zyrën e tij, duke përmirësuar ndjeshëm kushtet e punës dhe standardin institucional. Ky ndryshim pritet të ndikojë pozitivisht edhe në rritjen e efikasitetit dhe cilësisë së hetimeve. Kati i tretë i gjykatës, i cili tashmë do të jetë në dispozicion të Prokurorisë së Vlorës, më herët përdorej për arkivën e gjykatës së shkallës së parë. Arkiva është duke u zhvendosur në ambientet e ish gjykatës së apelit, duke liruar kështu hapësirën për nevojat e organit të akuzës. Sipas burimeve zyrtare, ky riorganizim institucional është realizuar në kuadër të optimizimit të hapësirave publike dhe për të përmbushur nevojat reale të institucioneve të drejtësisë, të cilat kanë një volum të shtuar pune, veçanërisht pas reformës në drejtësi. Përmirësimi i kushteve të punës për prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore dhe stafin administrativ pritet të reflektohet edhe në shërbimin më cilësor ndaj qytetarëve, në trajtimin më të shpejtë të çështjeve penale dhe në rritjen e transparencës institucionale. Punimet për përshtatjen e ambienteve pritet të përfundojnë në javët në vijim, ndërsa më pas do të bëhet edhe zhvendosja graduale e stafit në zyrat e reja. Ky ndryshim konsiderohet si një hap i rëndësishëm për Prokurorinë e Vlorës, e cila tashmë do të operojë në kushte më dinjitoze dhe funksionale, në përputhje me kërkesat dhe standardet e një institucioni kyç të sistemit të drejtësisë.